Jo të gjithë hajdutët vinë për keq. Komedia që është duke u shfaqur në teatrin e Gjirokastrës sjell në skenë një prej sukseseve më të mëdha të dramaturgut italian Dario Fo. Një farsë e koklavitur brenda së cilës një hajdut që gjendej duke vjedhur në një banesë ndërpritet prej ardhjes së një çifti që kanë një marrëdhënie. E gjithë komedia përfshihet nga skena të shumta komike, mos kuptimi, shtirjeje dhe komplikimesh komike alogjike. Me regji të Piero Ciqit dhe Kudret Alikos në interpretimin e aktorëve profesionist, shfaqja u përcoll kënaqshëm tek publiku. Me sa duket është një komedi që është pëlqyer shumë nga publiku, duke vlerësuar brohoritjet edhe kërkesat e tij. Shpresojmë që ta japim edhe për turistat që vinë këtu në Gjirokastër. Shfaqja pritet të udhëtojë për në skena të tjera në jug të vendit përgjatë gjithë sezonit veror. Ajo është shfaqja e parë për këtë vit edhe në skenë prej teatrit të Gjirokastrës.